Fitoria e tij mbi vdekjen është një fitore universale për të gjitha korat dhe për të gjithë popujt. Fitore me të cilën mund të gëzohet çdo njeri, por ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë e kësaj jete. Në botë ka padrejtësi dhe luftra, varfëri dhe mundim, sëmundje dhe vdekje, që shpesh mund ta çojë njeriu në dëshpërim. Egoizmi dhe lakmia i kanë helmuar dhe deformuar marrëdhëniet ndërmjet njerëzve, duke i tjetërsuar e duke i vetmuar nga njëri tjetri. Largimi nga vlerat, nga dashuria, drejtësia dhe mshuria, dhe sidomos nga prania e Zotit në jetën tonë të përditshme, krijon një errësirë shpirtërore, duke mjegulluar mendjen njerëzore e duke çoroditur kuptimin e jetës. Errësira shpirtërore është pengesa më e madhe për të hyrë në jetën dhe shirimin e vërtetë. Por sa më e madhe të jetë errësira, aq më shumë duhet drita. Në këtë ditë të shenjtë, të gjithë jemi të ftuar të marrim pjesë në këtë gëzim, sepse vetëm duke e përjetuar në jetën tonë dritën çliruese të ngjalljes, qenia jonë mund të transformohet e të arrijë dimensionin e saj të plotë. Ne jemi krijuar si qenie komunitare dhe jemi thirrur të jetojmë në bashkësi me njëri tjetrin, e ta ndihmojmë njëri tjetrin, duke ruajtur dinjitetin e çdo personi njerëzor, sidomos të njerëzve në nevojë dhe në vështirësi. Sakrificat, ashtu si mjekimi, nuk janë të lehta, po janë të domosdoshme për shërimin tonë. Sepse nëse nuk do të përjetojmë dhimbjen e kryqit, nuk do ta përjetojmë as gëzimin, jetën dhe dritën e ngjalljes. Për Pashk jemi thirrur të përqafojmë njëri tjetrin, dhe për shkak të ngjalljes jetëdhënëse të Krishtit, të falim njëri tjetrin në çdo gjë, që të mund të thrasim me një zemër të pastër, Krishti u ngjall, gëzuar Pashkët dhe për shumë vjet.